Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ndodhemi në muajin më të rëndësishëm, në muajin më të begat, në muajin më të artë të vitit, që është muaji i Ramazanit. Ky muaj dallohet nga muajt e tjerë për vlerën e madhe që kanë adhurimet gjatë këtij muaji. Ndër adhurimet më të veçanta gjatë këtij muaji janë agjërimi që ne kryejmë për Zotin fuqiplot dhe këndimin e Kuranit. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, agjërimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë për robin ditën e gjykimit. Do të vijë agjërimi do të thoj: o Zoti im, robi yt i ka lënë mënjan kënaqësitë e veta, ushqimin, pijen, për irin tënd, prandaj më lejo të ndërmjetësoj o Zot. Dhe do të jepet leja për të ndërmjetësuar. Do të vi Kurani do të thoj: Zoti im, robi yt ka lënë rehatinë e natës, ka lënë rehatitë e tjera vetëm për irin tënd dhe më ka lexuar mua, prandaj më lejo o Zot që të ndërmjetësoj dhe do të jepet leja e ndërmjetësimit. Prandaj, a ka mirësi më të madhe të nderuar vëllezër dhe motra se sa Kurani dhe agjërimi të dëshmojnë pronesh, dhe a ka më për ulje më të madhe se sa agjërimi dhe Kurani të dëshmojnë kundranesh. Prandaj Zotin fuqiplot e lut që na i pranoj agjërimin ton, leximin e Kuranit, gjitha adhurimet, e bëft Kuranin dhe agjërimin dëshmues për ne dhe mos e bëft dëshmues kundranesh. Prandaj Zoti ju nderoj të gjithëve, Zoti ju shpërbleft të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.